Lumir Abdiziku. Vetëm ju duhet ju urojmë të arzutarisht. Faleminderit. Faleminderit të nderuar. Ja i mirë që Zotin Kajtazi do të vazhdoni ta shihni në Rubikon dhe në ekranet televizive gjithandej se i ka dalë paralajmërimi, parashikimi. Për gëzëm edhe mu që sot jam i pikluar. Se po ashtu urimit ose piklimit i bashkangjitet Zoti Labinot Balaj. Se Zoti Çeku nuk do të fitojnë Prishtinë, edhe unë kam përshtypjen e madhe se nëse ka treguar maturi, pjekuri, qetësi, e korektësi në masë Zoti Çeku, besoj se mungesa në këtë studio do shta dhe i ka kushtuar me humbje. Ta shohim herën tjetër le ta dëgjoj partinë jo vetë vetëm. Më ka bosh më përshtypje atë natë kur kemi folë këtu, si është përnda videoja në mënyrë virale dhe këta të kusht përdashin edhe një arsye ma e madhe me fitu për hajren. E mes tjerve, zonja e ndëruar Fitore Pacolli para 2-3 ditë dhe ka pas një postim ekstra, kështu që mas 9-tit nuk e shohim mave biu në televizion. Ajo më ka bo më shumë të i përshtypje, po që unë do t'jem këtu mja hongren ymrin asaj dhe tjere. O me siklet e kemi marrë gjithë ne kur e pamë dhe postimit të zonjës Pacolli. Po bre, po, këtu jemi na. Si do qoftë për mës me unal shumë në Prishtinë, por në tënësi, për 4 vjetë qeverisës e Albin Kurtit, që po bën 5 vjetar se veç 9 muje kusur kjo është instalum në institucione, në mënyrë jo legjitime, për 4 vjetë kjo ka sulmu gjitha ndej të gjitha komunët që nuk kanë qenë të vetë vendosës. Epicendra këtyne sulme ka qenë Prishtina. Për 4 vjetë 5 në fakt, kjo ka investu në mënyrë nepotike e korruptive në për komuna ku edhe kam rrini rezultat. Kur ka nërë këta në pushtet, një prej punëve të para që kam bon kek është me i shkput kontratat për sigurim fizik. Dhe kanë lënë kekun pas sigurim fizik. Dhe qka kanë bo pas taj? E kanë rikriju